Përshëndetje edhe për juve, nuk e di nëse patët rastit të ndjekni pamjet sapo hyrën për ngushëllimin e një objekt tu pak metra larg shtëpisë së familjes Thaqi. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ishte me disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të ish presidentit Thaqi në kohën sa ishte president. Të njëjtit hyrën në objektin ku po hyn gjithë për shpreh ngushëllime, ku është familja ngushtë e zotërit Thaqit. Ne kemi ardhur që disa orë këtu në fshatin Buroj dhe tashmë po shihet një fluks më i madh njerëzve që kanë ardhur për shpreh ngushëllime. Familjarët të Thaqit tash për tash ose personat që kanë kontakte me ta na treguan se nga ora 13 deri në orën 15 pritet të vinë edhe përfaqësues të partive politike për të shprehur ngushëllime tek familja Thaqi me rastin e vdekjes Haxhi Thaqit në moshën 87 vjeçare. Ne e zhvilluam një intervistë të shkurtër me Milazim Thaqin, i cili ishte familjar kushëri i afërt i familjes Thaqi. I njëjti tha se Haxhi Thaqin e ka njohur që nga fëmijëria para rrit bashkë, sipas tij babai i ish presidentit Thaqi ka qenë një njerëz i cili i ka mbajtur me moral gjatë kohës luftës, duke thënë se liria dhe shtririmi po vjen. Ndërkaq i njëjti tregoi se sigurisht për shkak të mosës së shtyrë dhe shëndetit, probleme shëndetësore që kohëve të fundit ka pasur zotëria Haxhi Thaqi, i njëjti tregon se ka pas mall dhe ka ndjer mungesën e djalit të tij, i cili ka 5 vite që nuk ka qenë afër tij përpas vizitës para 2 ditëve, e cila ka qenë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Besoj kujtohen pamjet të ishëshuar nga forcat e ULEX-it në masa të rrepta sigurie. Ka qenë në vizitë, pra ka qenë ndoshta ditët e fundit të jetës së tij dhe i njëjti të paktën së gjallë ka mundur ta shoh babain e tij, pra presidenti Thaqi, babain e tij Haxhi Thaqi. I njëjti do të varroset nesër nga ora 15 në varrezat e fshatit. Organizimi i gjithë ditës së nesërme do të bëhet nga komuna Skënderajt. Ka qenë edhe një agjendë publike, pra varrimi do të kryhet nga ora 15. Homozhe nga shtetarët do të bëhen nga ora 9 deri në orën 12 në palestrën e qytetit, një mbledhje komemorative. Po. Vetëm dëshirojmë të dimë në rast se do të jetë prezent edhe vetë Hashim Thaqi në ditën e varrimit të babait të tij. Këtë informacion nuk është që e ka dikush. Ne biseduam edhe me familjarët të Thaqit, që tha nuk është se janë ndjeni nëse tashmë është paraqitur kërkesa dhe kanë marrë një përgjigje. Televizioni Duvaxhini ka marrë një përgjigje nga gjykata speciale përpos që i kanë treguar ato procedura që i dim gjithë, pra sipas tyre secili person i cili bombohet në paraburgim atje në Hag ka të drejtë që të bëjë kërkesë për si themi për shkaqe humanitare në këtë gjë, e dim, por nuk është se kanë treguar se e kanë pranuar kërkesën dhe do të ketë ndonjë përgjigje. Sigurisht në momentin që do ta marrin vesh për ardhen e tij të lajmërojmë. Ndërkaq për ta mbyllur këtë lidhje po tregoj se është paralajmëruar se dikush nga familjarë, ndoshta edhe dikush nga vëllezërit e Thaqit do të flasë shkurt për mediat, por nuk është se është e sigurt se do dalë. Ndërkaq pak më herët brenda në atë, nëse mund ta asistoni një lloj objekti, janë 2-3 dhoma atë, është parë edhe Nasim Haradinaj dhe zotëri Naid Hasani. Kjo është situata realisht në fshatin Buroj. Faleminderit për gjitha këto informacione, Lozan. Për çdo gjë, nëse ke diçka të shtosh gjatë kohës sa ne jemi në transmetim, mos ngurro, na shkruaj. Ishim në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin Liridon Lozani, direkt nga Buroja, atje ku familja Thaqi ka hapur dyert për të priturin njerëz që shkojnë për të ngushtuar për vdekjen e babait ish kryeministrit të vendit